16 vjet më parë, kjo sipërmarrje u ideua për të shkuar përtej nevojës thjesht dhe vetëm për ndërtime. U nis dhe u rrit si një përpjekje për t'i dhënë familjes jo vetëm një hapësirë banimi, por një vend komod në kufijtë e luksit dhe tërheqës për çdo moshë. Eksperienca e gjatë në treg nuk rriti vetëm numrin e klientëve të Edilal, por ambicien për të sjellë një frymë të re ndërtimi, atë të komplekseve rezidenciale. Në lashtësi, koncepti qendrës tregtare zëfill me Romën e lashtë. Në Shqipëri, ai zëfill këtu me të parë ndërtesë të tillë në zemër të Tiranës. European Trade Center i dha një tjetër kuptim blerjeve. Në 16 kate ndërtesë morën jetë 70 njësi tregtare dhe 60 zyra. ETC ofroi mundësi banimi edhe në 83 apartamente luksoze, duke u bërë sipërmarrja e parë në vend që ndërthuri bashkëtesën e biznesit me mundësinë për të blerë dhe për të banuar. Edilal kishte futur tashmë një frymë të re në Shqipëri, mundësinë për të blerë gjithçka brenda një hapësire të kufizuar, kursimin e kohës dhe energjisë, duke gjetur të gjitha produktet, nga ato ushqimore deri te veshjet në një qendër të vetme. European Trade Center, edhe për shkak të vendodhjes në qendër të kryeqytetit, u kthye shpejt në emëruesin e përbashkët të familjeve shqiptare. Për herë të parë kënaqi shijet e ushqimeve cilësore italiane, vulosur nën markën Conad. Vendi i përhershëm i blerjeve për ndërkombëtarët rezident në Shqipëri dhe për ata që cilësinë dhe sigurinë i kanë shoqërues të kuzhinës së tyre familjare. Ndërsa European Trade Center festonte suksesin e vitit të dytë të jetës, Edilal ofron një tjetër mundësi për kryeqytetasit. Crystal Center, një tjetër qendër tregtare, por këtë herë bazuar mbi konceptin komunitar. E ngritur në kompleksin e banimit Crystal 1, rrethuar nga 200 apartamente banimi, Crystal Center numëron 65 dyqane. Nga elektroshtëpiaket, artikujt e kuzhinës, veshjet dhe ushqimi, Crystal Center u bë një pikë atraksioni për të gjithë zonën e komunës së Parisit. Dhe jo vetëm, argëtimi për të gjithë familjen, përfshirë edhe fëmijët, e ktheu shpejt qendrën në qendër të vëmendjes së kryeqytetasve. Kompania Edilal nuk do të përkufizojë më vetëm si lider në ndërtimin e apartamenteve më cilësore, të sigurta dhe në zonat më të mira të qytetit, por edhe si një ofrues profesional i qendrave tregtare. Syri i liçenit, një nga ndërtimet më luksoze të kompanisë, jo më kot është cilësuar i tillë. Surpriza më e fundit e saj, me të gjitha apartamentet që shohin nga liçeni me hapësira gjigante mbi 200 metrë katror një. Ndërtimet moderne kanë parashikuar dhomë xhaku, garderobe të tjerë, mbi 20 njësi tregtare të shtrira në 2000 metrë katror. Në vitin 2010 do të vinte ngritja e Condor Center me 80 njësi tregtare. E 3 vjet më pas, kur investimet në vend njohën frenimin e tyre më të madh, Edilal vjen me një tjetër propozim, larg krizës financiare të bizneseve dhe pranë mira banorëve të kompleksit më të ri të kryeqytetit, merr jetë Concord Center.
Concord Center ofron për herë të parë panairin e përhershëm të mobilerisë. Mbi 15 mobileri, emrat më të njohur të mobilive të shtëpive, zyrave dhe bizneseve, do të ofrojnë stilet më të fundit të modës së mobilimit. Qendra ka pjesë të saj linja ekskluziviteti në veshje nga më të dëgjuarat në Itali. Conad, shija italiane, nuk do t'i mungoj panoramës tërheqëse, që nuk do t'jetë e tillë vetëm për të rriturit. Fëmijët kanë vendin e tyre të argëtimit brenda ambienteve të qendrës. Concord Center është investimi i munguar prej të paktën 2 vitesh në tregun e qendrave tregtare. Qendra ka përparësinë që i jep prania brenda qytetit të Tiranës pa shpenzuar para dhe kohë për familjen tuaj. Pozicionimi i saj në rrugën 5 Maj, në një zonë në zhvillim e sipër, pritet t'i jap mbi 100.000 banorëve të saj një dimension të ri. Në këto kohë të vështira ekonomike për vendin, Edil Al çon në 4 numrin e qendrave tregtare, të shtrira në 100.000 m2 sipërfaqe tregtare për dyqane, zyra dhe shërbime, me 1.500 vende parkimi dhe me mbi 1.000 persona të punësuar në to. Kompania vijon kështu rrugën e nisur si lider në fushën e ndërtimit me krijimin e standardit për qendra tregtare, të tjerët thjesht e ndjekin.